Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e ka uruar Bedri Hamzën për zgjedhjen në postin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një postim të papritur në Facebook, Kurti ka shkruar se proceset zgjedhore brenda partisë, por edhe bashkëpunimi i ndërsjellët i spektrit të gjerë politik, çdo herë në të mirë të interesit publik. I shpreh urimet e mia zotit Bedri Hamza për zgjedhjen e tij në detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Proceset zgjedhore brenda partisë, por edhe bashkëpunimi i ndërsjellët i spektrit të gjerë politik, çdo herë në të mirë të interesit publik, janë parime themelore për funksionimin dhe avancimin e shtetit tonë. Nga ana ime, unë do të vazhdoj angazhimin për bashkëpunim korrekt në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe me përgjegjësitë që na i kërkon shërbimin ndaj Republikës, shkruan Kurti. Ndërkohë, në krahun tjetër, Bedri Hamza, në deklaratën e tij të parë si kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës në një emision televiziv, tha mbrëmjen e djeshme se nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Kur u pyet nëse ka vija të kuqe që e pengojnë PDK-n të bashkëpunojë me lëvizjen vetvendosje, ai u shpreh se në zgjedhjet e fundit u pa se ranë të gjitha vijat e kuqe, sidomos me balotazhin. Unë asnjëherë nuk kam vendosur vija të kuqe dhe siç e pam edhe në këto zgjedhje në balotazh, edhe ata që kishin vënë vija të kuqe, të gjithëve u kanë rënë. Krejt me krejt u bën bashk. Mendoj që ne duhet të jemi të përgjegjshëm para interesit të vendit dhe gjithmonë të bëjmë veprimet e duhura në dobi të vendit ton, ka thënë ai. Ndërkohë, deri në mbajtjen e seancës së kuvendit për votimin e qeverisë së re, ka kohë më së largu edhe deri të mërkurën. Asnjëra nga partitë deri tash nuk është deklaruar nëse do ta votojë qeverinë Konjufca, derisa të gjitha kanë bërë thirrje që në dhjetor të mbahen zgjedhjet e parakohshme.